Kombëtarja shqiptare e futbollit ka nisur punën për përgatitjen e ndeshjes kundër Polonisë, e vlefshme për play-offin e Kupës së Botës 2026. Më 26 mars në Varshavë, kuqezinte Silvinjos luajnë takimin tek, me shpresën e një fitoreje dhe kalimin më pas në fazën finale të play-offit, ku i pret fituesi çiftit Ukrainë-Suedi. Rruga për në SBA, Meksik dhe Kanada nuk është e lehtë, por të tanët e kanë treguar se në ndeshjet e mëdha kanë bërë mirë pa çka problemeve të ndryshme. Probleme këto që nuk po i ndahen legionarëve kuqezi. Kur jemi pak më shumë se 2 muaj larg nga ndeshja kundër Polonisë, Silvinjo sheh më shumë se gjysmën e formacionit titullar me probleme, por le t'i marrim me radhë. Kristian Aslani duket larg Torinos dhe i pasigurt për të ardhmen, me sfushori më i mirë që Shqipëria ka në dispozicion, po vuan mungesën e përshtatjes me një ekip. Kalimi në Uazim nga Interi te Torino nuk rezultoi duhurit dhe Aslani nuk bën më pjesë në projektin sportiv të ekipit Granata, duke kërkuar kështu një ekip të ri. Edhe Mario Mitaj nuk po luan. Sergio Conceição nuk e ka grumbulluar mbrojtësin e majt për 4 ndeshje radhazit e Al Ittihad në Arabinë Saudite, me vorbullën e Mercatos që e dërgon Mitajn në disa klube big në Europë. Fakti është se për afro një muaj ai nuk ka minuta në këmbë, në momentin më të papërshtatshëm. Rejmanaj kërkon kinën ose rikthimin te Sivaspori. Edhe Rejmanaj nuk i ka mirë punët me Sharja FC, klubi nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Sulmuesi nuk duket në formë dhe po kërkon largimin që këtë janar, ndërsa mundësi mbetet rikthimi në Turqi me Sivasporin ose një ofertë tunduese prej 4 milion eurosh në sezon nga Kina. Elsej Dysaj dhe Nedim Bajrami janë jashtë planeve të klubeve të tyre. Hysaj tek Lazio dhe Bajrami te Rangers janë jashtë planeve sportive në 2 klubet respektiv. Hysaj u la jashtë ekipit për javën e fundit të vitit të shkuar, ndërsa edhe Bajrami nuk ka minuta në këmbë te Rangers. Ardian Ismaili dhe Berat Gjimshiti janë të vetmit që kanë lënë pas lëndimet. Ismaili ka lënë pas lëndimin dhe po luan rregullisht me Torinon, duke qenë titullar i padiskutueshëm, ndërsa me Atalantën është bashkuar Berat Gjimshiti, i cili qëndroi jashtë për të paktën 12 ditë për shkak të një lëndimi. Strakosha, Ramadani, Sheu dhe Broja janë në rregull. 4 futbollistët më sipër duket se janë ata më në formë. Strakosha është portieri me performancën më të mirë në ligën greke. Ramadani maratonomak me Lecën, ndërsa Julian Sheu vijon të bëjë mirë në Poloni. Armando Broja ka filluar të jetë titular me Burnley në Premier League, gjë që po jep besim sulmuesit, ndërkohë që i dëmtuar vijon të jetë me Don Berisha. Me gjysmën e formacionit me probleme, trajneri Silvinjo po mban gishtat e kryqëzuar për t'i pasur futbollistët në një formë sa më të mirë në prag të paraqitjeve decizive për ëndrrën amerikane dhe historinë.